Rikthehemi me pamje në palestrën Sëza Isoroi ku luajt pjesa parë në orën që lam pas. 29-34 në favorin e Pejës është rezultati, një çerek i dytë pak më mirë i pejanëve bëri që rezultati të ishte në favorin e tyre në pass pick, për shumë edhe statistikat ku më vërtet ishte një numër i madh i topave të humbur nga të dy skuadrave, veçanërisht nga Bashkimi, pra në 10 kundrejt 9 të skuadrës së Pejës, mirë po u theksua dhe një efikasitet i dobët i Bashkimit për 3, vetëm 3 shënime në 17 tentime, një përqindje prej 17%, në total në parket gjuajtën 29% me 11 shënime në 37 tentime, efikasitet jo dhe aq i mirë, teksa Peja pati një përqindje më të lartë, 13 shënime në 29 tentime në 24%, edhe në hapësirën për 3 shënuan 2 treshë në 6 tentime, pra ishin më të moderuar se përket gjuajtjeve nga distanca. Çfarë pam në pjesën e parë dhe që u vrejt normalisht ishte mungesa Dardem Berishës, i cili nuk e luajti as edhe 1 minutë, ka të lënduar gishtin dhe nuk dëshiron të rrezikoj Krashovec me inkuadrimin e tij. Pra po shohim 29-34, do shohim se si do të ecën kjo pjesë e dytë. Është top i vjedhur nga Bashkimi, Bunjaku. Javius McInnes më do të asimoj koshin, Green faulohet nga Morsell. Do të jetë 2 lira për Wendell Green, 8 pik në këtë ndeshje për Green Jr., këtari më efikas i Bashkimit, asuritar në pik 2 shifrore të Bashkimit e Peja ishte Towns më 10. Evitohet lagështia në atë pjesë të parketit. 2 tira për Green. Element në cilën Bashkimi shënoi vetëm 4 herë në 6 tentime nga gjuajtjet e lira. Pikërisht Wendell Green e humbi njërën nga ato 2 gjuajtjet e lira, humbi edhe këtë. Realizon Green Jr. 30-34. Marquise Towns. Hapet Griciunas, ndihmon në screen. Towns provon i vetëm në flotër, shënon. 30-36. Dukshëm më mirë LPS për dallim nga takimi i parë, në cilën Peja realisht u teklasua në skuadra Bashkimit. 81-61. Zeqiri provon treshë, shënon! Lejson Zeqiri afron Bashkimi në 3 pik. Towns. Hajdari. Griciunas. Në një tjetër Arti Hajdari. Arrin lirohet, bëhet agresiv nga Green Jr. Ka faul nga Wendell Green. Personalja parë e tij. Morsell. Provon për 2, nuk shënon, topi devijohet. Max Smith. Green. Arrin lirohet. Përsëri Max Smith. Në ndërhyrje të paliuar nga Arti Hajdari. Ja dhe njerë mbrojtja ndaj Lejson Zeqirit. Smith. Green. Arrin lirohet, Lejson Zeqiri, e zdon gjuaj.
Nimi me Bunjakun. Udhët në brendësi, provon për dy nuk shënon. Topi që rikthehet përsëri në duart e lojtarëve të Bashkimit. Ka shkëlqyer në këtë element. Pra në kërcimin të sulm, Max Smith për 3, shënon! Barazon rezultati. Në 36-36. Towns. Kombinimi me Ukaj. Në mesin e dy lojtarëve nuk realizon. Nuk arrin të merr as kërcimin në sulm. Green Junior, dalja shpejt faulohet nga Morcell. 2 gjëra të lira do të jetë. Edhe njerë kjo treshë Max Smith. Kemi time out nga Krashovec. Një sëri 7-2 e skuadrës Bashkimit në fillimin e çerkut të tretë. Themi me gjyëtet e lira të Wendell Green. Nga mundësi ta vendos Bashkimin në avantazh pasi kohë të gjatë të udhëhequrit e kësaj loje nga skuadra Pejës. Realizon gjyëtin e parë lirë Wendell Green. Në pikëshënoj në takimin e parë në këtë palestër. Wendell Green Jr. ishte lojtari më efikas. Realizon përsëri Marquis Towns. Kojtje e mirë nga Bunjaku. Edhe një tjetër Towns. Morcell. Ukaj nga afërsia për dy shënon. Aksion i zgjatur i Pejës gjithsesi. Fundin e ka produktiv. Green. I vjen në ndihmë Max Smith. Përsëri Green Jr. me crossover. Pasimi në anën tjetër Bunjaku. Mundu ta shpëtoj Morcell del fitimtar. Towns. Shumë i vështirë ky pasim ndaj Arti Hajdarit, kërkon faul Marquis Towns. Duke pretenduar se mori një përplasje në dorë. Green Jr. Veti mirë nga Kriciunas, nuk e lejon tash përdorat korridor Bunjaku. Zeqiri. Bunjaku dhe një tjetër në presionin e kohës. Gjuan Lejson Zeqiri. Nuk shënon. Ribaundi është në mbrojtje nga Arti Hajdari. Towns. Morcell, Hajdari. Pasimi për Kriciunas, se mbyll aksionin perfekt Peja. 2 aksione me shumë durim.
E topin me njerë skuadra Bashkimit. 12 topat humbur. Aminot. Marcel. Nominimi me Da Silva të roqi vëmendjen e dy lojtarëve. Hajdari po do të brendësi, përdor tabelën, nuk shënon. Mundësia tashme për Green. Wendell Green, provon për 3. Nuk realizon. Marcel me një tjetër kërcim në mbrojtje. I treti në total. Griciunas. Aminot. Ndihmohet nga Griciunas, provon Trezhe, nuk shënon. McInnes në lardi në kërcim. I 7 për të në mbrojtje i 4. Green Jr. Provon përsëri nga gjysmë distanca, nuk shënon. Marcel. Lëviz mirë. Edhe një tjetër Marcel, topi anash, Da Silva për 3, nuk realizon. Topi devijot në duar dhe Valon Bunjakut. Lejson Zeqiri shkoni vetëm, faulohet nga Aminot. Edhe njerë Kyero stepi Lejson Zeqirit. Ka qenë Aminot, mirë po Tulio Da Silva ai që shkatoi faulin në fundit. Zeqiri nuk shënon në tentimin e dytë, mbetet në avantazh Peja. Towns. Nga Ukaj. Hajdari, lëvizim ashtruese. Provon e flotër, shënon. Aksion mirë konkretizuar nga Arti Hajdari. Williams. Pasimi prapë dhe McInnes. Me vështirësi arrin Zeqiri për 3. Shënon. Tjetër Trezhe nga Lejson Zeqiri. Barazuar rezultatin. Do të jetë për Pejen. Do largohet Arti Hajdari në vendin e tij Aminot. Edhe një treshja e Lejson Zeqirit. E treta në këtë ndeshje. Towns, provon në gjysmë distancë. Marquis Towns. Nuk gabon. 14 pik edhe për Towns. Williams. Pasimit e Morina. Koridori prapa koshit i mbyllur. Perfekt nga Ranukaj. Shkel mbi vjen bazë. Altin Morina. Reakcioni do i takoj
Pejanove. Aminot. Kombinimi me Ukaj. Rotullohet. Provon për 2, nuk shënon. Kenis me faulin ndaj Ukajt. Të tira do t'jem për rënë Ukaj. 4 pikë të më tani për ta. Për të pa në vjene tirave. Ku fokusohet Tardan Berisha, i cili realizon 23 pikë dhe 5 kërcime e 2 asistime në ndeshjen e kaluar. Në 25 minuta të luajtura, pra një munges e madhe për Pejen, që nuk është në formën ideale fizike. Nuk shënon në dytën, vetët në 3 avantazhi. Bunjaku. Zeqiri. Rashidi. Valan Bunjaku. Odi për plasje edhe me Aminot. Atësisht dy lutarët nuk janë nduar. Edhe njerë. Aminot. Avancon në shpejtësi për para. Në bënje me Morinën. Aminot. Ruan kontrolin e topit. Aminot gjithë një. Provon i vetëm, nuk shënon Ukaj. Ribandi është në sulm. Odi faul. Ukaj bëri atë shtyrje, do kemi 2 gjuhet të lira në skuadrën e Bashkimit. Morina do t'jenë në vijën e lirave, asnjë pikë të më tani, në cilë që shënoj të parat. 2 tentime badi për 3, që rëdyja i humbi. Pika parë për kapitenin, që ka rrëve në mbi 15 minuta në këtë lojë. Realizon edhe në dytën. 24-25. Towns. Dimon nga Ukaj. Towns, topi prapa shpines, provon për 2. Nuk realizon. Pasimi për para për Morinën, e mbylli vetëm. Dhe pretendon se mori goditje në fytyrë, topi vjetër nga Valon Bunjaku. Ziton Pejanët, Erik Kopës është shërbyer. Nën kosh, nuk ka ndvon. Dhe se 2 lira do t'jem për Erik Kopës. Humbi topin nga Zitimi. Lojtarët e Pejës. Kristën Ikpe do t'i nga dhërot në loj. Në vend të Morsel.
realizon Copes. Bashkimi tashme në avantazh. Towns. Dominimi me Ikpe. Afrohet Ranukaj. E Sulmon Koshu faulohet. 2 tira do t'jenë për Ukaj. Nuk arrin shënoj gjuetin e partë lirë. Absolutisht mund kënë rëll të malë të gjuetit lira. Shënon dytën. 8 nga 14. Ka vijat lirave pejanët. Eric Copes. Zeqiri. Bunjaku. Një tjetër, Lejson Zeqiri, një për një me Da Silva. Më do të bëj projtje agresive, lirohet Lejson Zeqiri. 50-26. Da Silva. Agresive mbrojtja nga Williams. Ta shkelur Bibi. Arriti ta rëmbejtovi nga duart. Kundërshtari mirë po. Jo të aktivizoj në një aksion sulmues. Ullet Da Silva në vendin e tij, Kriciunas. Aminot. Ukaj. Towns. Dimohen nga Kriciunas. Provon për 3. Marquis Towns. Fantastik në fazën e sulmit. Treshja 2 në dytën time. Williams. Provon me tabel, nuk realizon. Copes në kosh, faulohet. Tjetër rebound në sulm nga Bashkimi i 14. Gjatë kësaj loje. Shikua treshja nga gjyqtarët, po ishte mëse e pastra ajo nga Marquis Towns. Vjen ekzekutimet e Copes nga gjuetja e lirë. Edhe 2 pikë shënuara deri më tani nga Eric Copes, që të dyja i pati nga vijat lirave. Ishte edhe sezon e kaluar pjesë e Bashkimit. Në sezon e tij të dytë me Prizrenasit. Realizon Eric Copes. 3 përpara Bashkimi. Aminot. Në brëndësi, Ikpe. Hapet mjaft mirë Ukaj. Vështirë të përton topit ai, mirë po. Nuk arrin shënoj në shansin që pati Bunjaku. Williams. Shkoni vetëm një për një me Hot. Williams. Nuk shënon. Ukaj me domin e kthyer. Dhe i tërë aksioni për pejen. Nesër e 2 lojtarëve faulohet. Ishte një faul për dhënë skuadra Bashkimit.
Largohet Ukaj. Në mendën e tij Arti Hajdari. Max Smith vazhdo në mend të Bunjakut. Aminat. Towns. Në shkoj vetëm, Marquis Towns faulohet. 2 të lira. Atjem për Marquis Towns. Një goditjen që mori për plasin që po ati realisht. Presje 2 sekunda ka mbetur në kohën e çerkut të tretë. Marcel do të zëvendësoj Marquis Towns. Do të zëvendësoj pra edhe në ekzekutimin e të lirave. Daryl Marcel në pikë, në që shkoj në pikë 2 shifrore nëse që më të pak të njërën nga 2 gjuetit e lira. Realizon të parën. 52-50. Ky çerek do të fitohet nga Bashkimi. Që pati realisht çerekun më produktiv. Realizon në dytën. Williams ka një distancë nga koshin e kosh mbyllet. Çereku i tretë 23-16 në favorin e Bashkimit dhe rezultati i përgjithshëm 52-50. Vetë pra në ndeshje 8 e ngushtë e cila potencialisht do të vendoset në 10 minutat e fundit të çerekut të katërt me cilat do të rikthehemi pas një pauze shkurtër. Kemi rikthyer me çerekun e katërt, po shohim edhe një herë tabelën e rezultateve në 3 çerek. Avantazhi dashma të 2 pikëve që ka Bashkimi, e cila ka dhe aksionin fillestar të çerekut të katërt. Copes, ka pjesa lyer në huk. Ka rritë realizoj Marquis Towns. Griciunas. Robon ikve për 3, nuk shënon. Rebondi është për Green Junior. Zeqiri.
Morina. E shë hapin e Max Smith, e ka shërbyer mirë po, këj fundit nuk arrit të pranoj. Towns, topi për para, Aminot. Pikët e para në këtë qerek të katërt. Max Smith. Morina, revizim ashtruese, paulohet. Copes. Shërbejet Green Jr. Po në flota realizon për të rikthyer avantazhin e bashkimit. Marquis Towns. Po për 3. Airball. Ikpe pozicionohet mirë për ta. Mundsuar aksionin e dytë. Shërbejet Ikpe përsëri në koshte. Mjaft mirë shfrytëzon hapësirën. Asistim nga Aminot. Smith. Asimina në tjetër, Morina. Provon në mbi. Kundërshtarin është fauluar. Kundër faul nga Orti Ajdari. Personalja 4 për të. Në shpenzon 2 fauli ekipore skuadra e PS Shpejt. Pasoj dhe pas 54. Towns. Lirohet nga mbrojtja e Morinas, blokohet nga Eric Copes. Shumë aksionet të zera po mendohet t'i zgjidhë vetë individualisht. Marquis Towns. Uret Hardi Ajdari për shkak të 4 personalive. 3 ka Marcel. Bashkimi realisht nuk rrezikon për momentin askush. Aminot. Provon Tasër Majkushin. Nuk realizon. Asër të tjetë për Pejen. Max Smith duhet e i fundit. Do të shikohet në kërkesën e trajnerit Sasha Jankovic kjo situatë e fundit. Do mbetet aksioni për Pejen, ishte vetëm i dur i shtarëve pas rishikimit. Pra, ukaj devijojnë në dorën e Max Smith. Challenge ju i suksesshëm nga trajneri Jankovic. Towns do të rivë topin e loj. Hapen opsionet në thellësi për Ikpe. Nuk arrit shënoj Adeli Ju.
Green. Kovi për Max Smith. Zeqiri për 3. Shannon! Tjetër treshë nga Lejson Zeqiri. 19 pik. 5 nga 6 nga perimetri. Fantastik Lejsoni. Aminot. Kombinimi me Ikpe. Shannon nga vërësia. Nga bajtur Pejen. Zisësi. Është dalë loja për shkak një fauli. Nuk do të nëmrohen ato pikja, ky është fauli. Ukaj. Kama për 3. Nuk shënon. Green. E topin e këthyër. Fauli nga Towns. Ishte kërkesë e trajnerit që të dalë këtu. Momentumi i bashkimit e sa ke përvej këtë faul fundit që të mos lejon të zgjerimin e avantajit për bashkimin potencialisht. Bunjaku. Combs. Green Jr. Ramon për ty. Shannon! The fade away. Wendell Green Jr. Por 60-54. Aminot. Lirohet nga Zeqiri. Dominimi me Gricionas. Blokon nga Eric Combs. Jo. E pasër kjo blokat. Ishte faul i Combs, 2 lira do t'jem për Gricionas. Në kuadrohet Marcel në lojnë me për Towns. Realizon gjojtën e partë lirë. Shumë rëndësishme. Pika 7 të Gricionas. Nuk realizon në dytën. Reboundin është për Zeqiri. Max Smith. Combs. Zeqiri. Bunjaku. Dy lëtanë të lirohet Zeqiri. Provon përsëri për 3. Lejson Zeqiri. 63-55. Time out nga Peja.
Ky është avantazhi më i lartë i skuadrës së Bashkimit, i krijuar në këtë ndeshje 8 pikë avantazh pikërisht në gjysmën përduajse të sherekut të katërt. Pas këtyre super treshëve të cilat po i realizon Lejson Zeqiri, duke përmirësuar dukshëm përqindjen e treshëve të skuadrës së Bashkimit. Aminot. Ikpe. Kombinimi me Griciunas nga afërsia realizon 63-57. Green Junior. Një përnje me Amin Hot. Green Junior provon ndërtimin, nuk shënon. Cox që merr ribandin e sul, mirë po është shkelur vijen. Nuk shfrytëzohet ky aksion për Bashkimin, për të vazhduar ritmin e njëjtë. Hajdari. Aminot. Kombinimi me Griciunas. Nuk arrin ta pranoj Dominikbe. Bunjaku. Crossover i mirë. Pasimit e Zeqiri, lëvizje mashtruese, përsëri për 3. Nuk realizon. Marcel, që merr topin e kthyer faulon nga Bunjaku. Fauli taktik i balonit. Ka dhe një faul për dhënë skuadra Bashkimit. Marquis Towns. Topit e Amin Hot. Në një tjetër Towns. Ndihmohet nga Griciunas. Towns ose në Mokoshi në reverse. Ndërtim fantastik i Marquis Towns. 63-59 time out. Nga Sasha Jankovic, 4 minuta 9 sekunda kanë mbetur deri në fund të këtij takimi. Pi nga Marquis Towns. Nga dy lojtarë në pikë shifrore. Mirëpo absolutisht për momentin ylli mbrëmjes Lejson Zeqiri me 22 pikë. Prej cilave 21 rodhen nga, në fakt 18 rodhen nga treshët. Green Junior. Zeqiri. Bunjaku. Një
për një me Marcel Zeqiri, lirohet Lejson Zeqiri. Gjash për para Bashkimi. Towns. Paulohet. Pauli fundit i dhënë nga Bashkimi pa ndëshkim. Do nis nga anash. Nga Amin Hop. Hapet Hajdari. Towns. Edhe 5 sekunda për aksionin. Towns, kombinimi me Griciunas, faulohet. 2 të lira për Benas Griciunas. Nuk realizon gjuhetën e partë lirë. Griciunas. Vazhdojnë gjuhetit e lira ta lënë në balë skuadrën e Pejës. Në 10 nga 19. Realizuar asonte. Nuk shënon as në dytën. Aksioni për Bashkimin. Green, kombinimi me Max Smith, McInnes, pak sa nuk shënon, duke marrë pasaj edhe një gjuhet e lirë, gjithsesi do t'jetë në vijen e tirave, Javius McInnes. Realizon gjuhetën e parë. 7 për para Bashkimi. Towns. Da Silva. Tani tjetër Towns promo për 3, shënon! Treshja tret e Marquis Towns. Dhe katërta në total për Pejen. Dhe vjen në një moment shumë të rëndësishëm. Green Jr. Smith për kundër përgjigje, nuk e gjenë. Sëri Towns. Lirohet mendimin e Ukaj. Edhe një tjetër në skrinë ndihmon ka humbur topin Balion Bunjaku. Green Jr. I vetëm dhe për të shënon. Shumë i nervozuar. Krashovec me Marquis Towns. Pa ky trajneri i Pejës. Me më shumë të topat humbur. Tensionohet paksa situata.
Tensioni do të nisë për Pejen. Towns. Tjetër rrezik për ta humbur topin, mbrojtje e mire e Valen Bunjakut. Da Silva futet në një situatë të vështirë. Lufton për ta rimar topin. Gjua për 3 minut. Nuk shënon Tulio Da Silva. Me një follow-up ngulitje. Për ta mbajtur lojën ende të hapur. Green Junior. Rimohet në screen. Pasimin e brendësi, McInnes. Të fëshohet me njerë. Williams për 3. Nuk realizon. Topi devijohet. Dhe do tjetë për Pejen. Kemi time-out nga Krashovec. Për sëri për plasin ndërmjet Morsel dhe Zeqirit. Një marrëdhënie tensionuar që nga pak minuta më parë. Ky është momenti të cilën po e tensionon edhe njerë. Topi rëmbyer nga Alesa Zeqiri dhe pastaj Marcel që kërkon të rëmbej. Shumë se çfarë mendimi do të marrin gjyqtarët pas rishikimit të asaj situate e cila e nxiti ta themi paksa tensionin e krijuar. U shpjegohet 2 trajnerëve nga gjyqtari i shpërndan teknike nga gjyqtarët për 2 lojtarët. Shohim. Teknika për 2 lojtarët. Risoni kërkon sqarim pse. Ishte ai që nuk u tesht pa provokonte pra mbajtjen e topit. Në qenë se aksioni ishte për Pejen. Towns. Faulohet nga Bunjaku. Dy tira të tjenë për Marquis Towns. 3 shënime në 4 tentime. Realizon. Pas tyre 2 shënimeve time-out nga Sasha Jankovic. 1 minutë e 8 sekonda deri në fund.
Edhe statistikat. Peja që në efikasitet mbetet pak më përpara, mirë po vetëm në aspektin e gjuheteve të lira ishte më dobët se sa skuadra Bashkimit. Po ashtu në rebounde Bashkimi qëndron pak më mirë, duke kapur 4 rebounde në sulm më shumë se sa skuadra e Pejës dhe 1 në mbrojtje. Green Jr. Zeqiri. Wendell Green. Ndihmohet nga Zeqiri. Përsëri i lirë, Lejson Zeqiri provon treshën. Në shkurtër kjo tentativ. Bunjaku me reboundin ofensiv. Green Jr. Mesin e të lojtarëve provon ndërtimin. Nuk ka shënim. Aksioni për Pejën. Dhe 5 sekonda në dispozicion. Shohim se çfarë vendimi do të merr Peja. Se si ta finalizoj këtë aksion të radhës. Towns. Njëpërnja me Zeqirin, provon nga distanca, Marquis Towns! Barazohet rezultati! Çfarë treshë nga Marquis Towns? 69-69. Një super step back. Ndaj Lejson Zeqirit i cili absolutisht humbi ekuilibrin në pozicionin defensiv. Towns i shkëlqyeshëm në këtë ndeshje. Aksioni fundi për Bashkimin. Green Jr. 15 sekonda në dispozicion. Wendell Green. Një për një me Morsell. A do të kemi vazhdima, apo do të fitoj Bashkimi. Green Jr. provon për 2. Nuk realizon, rebound është për Da Silvan. Mbyllet sfida. Kërkon Krashovec. Të rishikohet situata fundit. A do të ketë kohë në sekunda mjaftueshëm për skuadrën e Pejës. Gjyqtarët afrohen tek ekrani. Nuk do të ketë kohë. Ndeshja do të shkojë në vazhdime. Ajo treshë Marquis Towns, që absolutisht ishte një nga ato momente më kyçe të kësaj loje. Një pauzë shkurtër për të rikthyer me 5 minuta vazhdime.
Një natë e 2 performancave të shkëlqyeshme individuale. Marquis Towns dhe Lejson Zeqiri. 27 respektivisht 24 pikë. Kryesisht shkëlqimi erdhi nga treshet e tyre. Sidomos ajo Towns që në mundësoj beshë të shkon të në vazhdime. Teja të luaja para me aksionin. Përsëri Towns që të përthani vetëm nuk shënon. McInnes me reboundin në mbrojtje. Green Jr. Zeqiri. Max Smith. Zeqiri edhe njerë tjetër. Bujohet e vështirë Green në banë në loj. Edhe 4 sekonda topi në dhëllësi. I gabuar nga Altin Morina. Marcel nuk arrin të pranoj topi siç duhet. Pikë të lehta për Wendell Green. Aminot. Ja bënja me Green Jr. Në flotar nuk shënon. Po të devijohet në këmbën e Morinës. Aksioni përsëri për Pen. Marcel. Ramon për 3. Nuk shënon, reboundi është për McInnes. Altin Morina. Green. Ramon për 3, Wendell Green, nuk shënon. Reboundi është për Marcel. Towns. Një për një me McInnes, top i vjedhëm nga Max Smith, super mbrojtje. Max Smith shkoni vetëm. Paulo 2 lira. Alison Smith, 3 për para bashkimi. Ka ndëlloj 3 minuta 8 sekonda deri në fund. Realizon Max Smith. Aminot. Marcel. Në ndërtimin faulohet nga Max Smith. 2 tira për Daryl Marcel. Shema do të bëjë nervat për të realizuar i kryqëruajt e tira shumë të rëndësishme. Realizon parën, 11 pikë për Marcel, 3 nga 5 nga vijat lirave. Nuk shënon në dytën. Green Jr. Zeqiri. Wendell Green. Masimiaj Zeqiri provon treshën. Shënon!
përsëri Lejson Zeqiri për ta dërguar në 6 avantazhin e bashkimit. Marcel nga Francia realizon 4 diferenca. Altin Morina gatëruar me topin. Ja mundësia për Morina, shënon në dëpërtim. Protestojnë që ai top kaloj gjysmë pjesën. Nga Pejës. Towns. Amon përsëri për 3. Nuk shënon të devion në duart e Marcel. Towns në Eliu për Da Silvan. Mjaft mire kontrolon këtë top. Në lëvizje mashtruese me durim. Realizon në tabel. Nuk dorëzohet Peja. Green Junior. McInnes. Promo në sekundat e fundit shënon Javius McInnes. Time out nga Peja. Krashovec. Mbledh lojtarët e tij. Ka shpresuar që në 1 minutë e 7 sekonda do të arrijë të përmbysin disavantazhin prej 6 pikëve. Nis aksioni Marcel. Aksion shumë i rëndësishëm ofensiv për Peja, nëse nuk shënon të jetë shumë më vështirë. Të bëhet në një tjetër përmbysje. Aminot. Dale, provon për 2, shënon. 80-76. Green Junior. Green Junior shkëputet. McInnes! Me një mega golitje. Për 82-76. Towns për 3, nuk shënon. Në përikëve përsëri në duart e tij. Hot, dëpërton, nuk shënon, faulohet. Personalja Max Smith. Të tira për Ramin Hot. Realizon. Brojtje agresive në Wendell Green.
Arriti se ta dërgoj te Max Mill në alley-oop! Magjelius McInnes